Shqipëria sapo ka marrë rekomandimin e Komisionit Evropian për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. 3 vjet më parë, kjo arritje kaq domethënëse në procesin e integrimit, duke një mision i pamundur brenda mandatit tonë të parë qeverisës, as nuk diskutohet që nënvizimi apo po doni kushtëzimi i çeljes së parit negociatave me progresin e mëtejshëm në ndërkohë dhe posaçërisht me zbatimin e ligjit për vettingun në rastin tonë, është diçka krejt normal. Si mund ta imagjinojmë se negociatat mund çelen normalisht nëse kur ekipet janë gati për të ulur në tavolinë, s'do ketë nisur ende zbatimi i vettingut për gjykatësit dhe prokuror. Këtë e kupton çdo kush që ka dy fije më në kokë, po e din edhe dritë që e kanë bllokuar përkohësisht vettingun me kërkesën e turpshme për ta shpallur antikushtetues dhe që janë gati t'i zënë pritë Shqipërisë në rrugën drejt negociatave për arsyet që dihen.